Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm Lexo Biblën me ne do të konsiderojmë pjesë nga libri i Daljes, kapitujt 1-4. Leximin e tekstit do ta bëj Leon Muçaj nga Prishtina. Një katekez me këtë pjesë do ta bëj Mariana Gjoka nga Lezhë. Para se të futemi në leximin e këtyre pjesëve nga kapitujt 1-4 të librit të Daljes, të bëjmë një përmbledhje të përmbajtjes narrative, ashtu quhet në shkencat biblike, me fjalë tjera, të përmbajtjes së gjërave që tregohen te krejt libri i Daljes. Tema e parë që përmend ky libër është skllavëria në Egjipt dhe lindja e Mojsiut. Me vdekjen e Jakobit, Jozefit dhe të gjithë vëllezërve tjerë, familja e Abrahamit, Izakut dhe Jakobit nuk është më një familje, por një popull. Thot libri i Daljes, Jozefi vdiqen edhe të gjithë vëllezërit e tij, dhe mbar ajo brezni. Bijtë e Izraelit u rriten, u shtuan, u shumuan, u forcuan për së tepërmi dhe e mbushën dheun. Atëherë u ngrit mbi Egjipt një mbret i ri, i cili nuk e kishte njohur Jozefin. Ky faraon u friksua prej tyre dhe mori këtë vendim. Ky i tha popullit të vet: ja populli i Izraelit u shumua fort dhe u bë më i fuqishëm se ne. Ta marrim pra, të marrim ndaj tij masat të mjaftueshme për të bërë që të mos shumohet. Ndryshe, në rast lufte kundër nesh, do të bashkohet me armiqtë tanë dhe pasi të na mundin, do të dalin nga vendi. Ai i kthen në sklever, duke i detyruar të ndërtojnë qytetet Pitom dhe Ramses. Por me që populli vazhdon të rritet, faraoni urdhëron një masë ekstreme. Çdo mashkull i lindur nga hebrejt duhet të hidhet në Nil. Në këtë kohë lind Mojsiu. Nëna e tij e fsheh për 3 muaj. Pastaj e beson ujrave të lumit, e vendos në një shport prej papirit. E gjen vajza faraonit, rastësisht ajo po lahej në ujë dhe e adopton, pa e ditur kush ishte. Dhe kështu, çliruesi i ardhshëm i Izraelit rritet në oborrin e vet shtypsit të tij. Ai që popullin do ta shpëtoi prej ujrave të detit të kuq, shpëtohet i pari prej ujrave të lumit Nil. Qyteti Pitom që përmendëm, qyteti pra bashkë me Ramses që izraelianët e kanë ndërtuar si punë e detyruar, është zbuluar nga arkeologët në vitin 1883, jo larg nga qyteti i sotshëm Ismailia në Egjipt. Siti arkeologjik është tek Vadi Tumillat. Në ato rrënoja janë gjetur statuja të faraonit Ramses i II, që tregon se duhet të jetë i shekullit 13 para Krishtit. Gërbimet e kryera aty zbuluan nga ana arkeologjike një mur qyteti, një tempull të rënuar dhe mbetjet e një vargu ndërtesash prej tulle, me mure shumë të trasha dhe të përbëra nga dhoma drejtkëndshe me mallësi të ndryshme, të cilat hapeshin vetëm nga sipër dhe nuk kishin asnjë lidhje me njëra tjetrën. Forma karakteristike e këtyre dhomave drejtkëndshe është debatuar nga arkeolog, por ka mundësi që këto dhoma të jetë përdorur si magazina drithi, gruri, misri, sepse edhe vendi ku ata ndodhen, pra te Ismailia e sotshme, është një vend strategjik që lidh Egjiptin, të themi kontinental dhe verior, me lindjen, me Mesopotamin dhe vere tjera sikurse është Palestina. Qyteti Ramses, nga ana tjetër, nuk është identifikuar arkeologjisti akoma, nga ana biblike ka rëndësi sepse është vendi prej të cilit izraelitët nisin udhëtimin drejt tokës së premtuar. Këtë tregon libri i Daljes, kapitulli 12, rreshti 37. Po lexojmë këtë rresht. Izraelitët u nisën prej Ramsesit në drejtim të Sukotit, ishin rreth 600.000
këmsor pa numruar fëmijët. Një temë tjetër që gjejmë tek libri i Daljes është thirrja hyjnore dhe shkurrja e ndezur për të cilin do të flasim më vonë. I rritur pasi vret një egjiptian që po keq trajtonte një hebrej, Mojsiu ikën në shkretiren e Sinait dhe vendoset në tokën e Madianit, ku martohet me Ziporen dhe bëhet bari. Një ditë, në shpatet e malit Horeb, ose Sinai, siç e quan libri i Daljes, ai sheh një mrekulli. Një kaçube digjet, por nuk përpihet. Zjarri këtë kaçube sado që e djeg nuk e konsumon. Nga ajo flak Zoti i flet, duke ju zbuluar si Zoti i etërve, i Abrahamit, Izakut dhe Jakobit, dhe i zbulon emrin e tij misterios. Adonai, unë jam ai që jam. Zoti i beson Mojsiut një mision, të kthehet në Egjipt dhe të nxjerr popullin nga skllavëria drejt tokës së premtuar. Mojsiu nguron pak, gjen justifikime që të mos shkojë, thot se nuk di të flas, por Zoti i premton praninë e vet dhe i bashkon vëllain Aronin, i cili ishte më i shkathët me fjalë. Një temë tjetër, e treta, janë 10 shuplakat e Egjiptit, 10 shuplaka që Zoti i jep Egjiptit dhe çlirimi i popullit të Izraelit nga skllavëria e Egjiptit. Mojsiu dhe Aroni paraqiten te faraoni, duke kërkuar ta lërë popullin të lirë. Faraoni, të cilit Zoti ja kishte ngurtësuar zemrën, refuzon vazhdimisht. Atëherë Zoti sjell mbi Egjipt 10 plagë, ujërat bëhen gjak, dërgon bretkoca, mushkonja, miza dhe murtaja të ndryshme që shkatërrojnë vendin. Pastaj vjen breshri, karkalecat, terri. Secila prej këtyre shuplakave godet egjiptiant, por kursen izraelitët. Plaga e 10 është më e tmerrshmja. Vdekja e çdo të paralinduri egjiptian, njeri e kafsh. Para kësaj Zoti themelon pashkët, çdo familje izraelite duhet të therrë një qengj dhe të shënoj me gjakun e tij shtallkat e dyrve që engjëlli i vdekjes të kalojë mbi shtëpinë e tyre. Atë natë faraoni dorëzohet dhe lejon largimin e Izraelit. Pastaj kemi kalimin e detit të Kuq, populli niset me nxittim, duke marrë me vete madje edhe eshtrët e Jozefit, siç kishte kërkuar ai vet. Por faraoni shpejt pendohet dhe dërgon ushtrinë për t'i ndjekur. Të ndaluar përballë detit, me qerre egjiptiane pas shpine, populli pushtohet nga frika. Atëherë Mojsiu shtrin shkopin mbi ujë, një erë e fortë lindore e shtyn ujin e detit, hap një shteg të thatë. Zoti, pasi që Mojsiu shtrin shkopin e vet të mrekullueshëm. Izraeli kalon i sigurt mes mureve prej uji, kur egjiptianët përpiqen t'i ndjekin, ujrat kthehen dhe përpin ushtrinë e faraonit. Në bregun tjetër, Mojsiu dhe profetesha Miriam udhëheqin popullin në një këngë triumfi që lavdron fuqinë shpëtuese të Zotit. Këtë lexojmë te libri i Daljes, kapitulli 15. Pas kësaj vjen tema e beslidhjes. Rruga në shkretir shënohet nga sprova të ndryshme. Zoti e ushqen popullin me manin dhe thertore, bën që të dal ujë nga shkëmbi. Në malin Sinai, Izraeli arrin thelbin në përvojës së vet themeluese. Zoti zbret në re dhe zjarr dhe lidh një beslidhje me popullin. Mojsiut i jepen tabelat e ligjit dhe turnimet, bashkë me një grup të gjerë rregulloresh që do të drejtojnë jetën fetare dhe kulturore të bashkësisë së izraelitëve. Por ndërsa Mojsiu ndodhet në mal, populli bën të ndërtohet një viç të artë dhe e adhuron si Zot këtë idhull. Zemrimi i Zotit është i madh, por Mojsiu ndërmjetëson me zjarr për popullin dhe Zoti zbutet. Tabelat rinovohen, beslidhja rithemelohet. Libri mbyllet me ndërtimin e tabernakullit, tendës së pranisë së Zotit, në të cilin lavdia e Zotit, reja e ndritshme,
vendoset mes popullit të tij, gati për të udhëhequr drejt tokës së premtuar. Lexim prej librit të Daljes, kapitulli 2, rreshtat 1 deri 10. Një burr prej familjes së Levit shkoi e mori për grua një nga fisi i vet. Ajo ngjizi dhe lindi djalë. E pas se fëmia ishte i bukur dhe e fshehi për 3 muaj, pasi s'mundi ta mbante më të fshehur, mori një shport papirusi, e leu me bitume me peshkve, brenda e futi fëmijën dhe e la në kallamishte, në breg të lumit. Motra e fëmijës rrinte dhe vërende prej së largu çka do të ndodh. Kur që, bija e faraonit erdhi dhe hyri të lahet në lum. Ndërsa shërbëtorët e saja shëtisnin bregu të lumit, bija e faraonit kur e pa shportën në kallamishte, e dërgoi shërbëtorën e vet për ta sjell. Kur e hapi, pa në të një djalë që po qante. I udhimt e tha: "Qen ka një fëmijë hebrejsh." Atëherë i tha motra e fëmijës: "A të shkoje ta seras një grua hebreje që mund ta ushqej foshnjën?" I përgjigji: "Shko." Vajza u lëshua vrap e thirrit të amën e foshnjës. Kësaj bija e faraonit i tha: "Merre këtë foshnjë dhe më ushqe. Unë do të paguaj." Gruaja mori fëmijën, e ushqeu, e kur u rrit, ja dorëzoi bijes së faraonit. Kjo ja ngjiti emrin Mojsi, tha, sepse nxorra prej ujit. Karakteristika kryesore e kalimit prej librit të Zanafils te libri Daljes është te struktura e Izraelit si e tillë. Te libri i Zanafils, Izraeli është një familje, te libri Daljes një popull. Pra, te libri Daljes fillon historia e popullit të Izraelit, e popullit të shumum të Izraelit. Historia nis me një çift anonim nga fisi i Levit. Nuk e dim kush ishte ky çift. U lind ky djalë, u lind Mojsiu dhe ishte prej fisit të Levit, diçka që si do ta shohim tregon se Mojsiu vjen prej një familje priftërore. Fisi i Levit kishte për detyrë të merrej me shërbimet fetare pak a shumë. Antarët e fisit të Levit. Kur i lind fëmia, nëna shet e foshnja një bukuri të veçantë. Fakti pra se nëna shet se fëmia i saj është i bukur, nuk është diçka shumë e veçantë, sepse fëmia është i bukur për secilën nën, por fakti se teksti thekson se Mojsiu kur lindi ishte një fëmijë i bukur, tregon se Zoti e kishte zgjedhur këtë fëmijë për një mision të veçantë. Ajo e mbante të fshehur për 3 muaj, aq sa mundet, por pastaj nuk mund ta mbajë më të fshehur. Detyrohet ta dorëzoj, ngushtohet si duket një fije puna, por nuk dëshiron ta dorëzoj. Përgatit një shport prej papirit, prej kallamave që lumi Nil kishte boll, dhe e nis Mojsiun të poshtë rrjellës së lumit. Vrenje se si Mojsiu këtu paraqitet i ngjashëm me Noehun, sikurse Noehu që shpëton prej ujrave, ashtu edhe Mojsiu shpëton prej ujrave. Noehu shpëton nëpërmjet një barke, kurse Mojsiu nëpërmjet një shporte. Të dy rastet në mënyra të mrekullueshme. Motra e Mojsiut e dinte se vllai i saj ishte i nisur rrjellës së lumit. Ajo qëndron pranë lumit dhe vëzhgon me kujdes, duke pasur shpresë në zemrën e vet se do të mund ta shpëtonte vllain. Bija e faraonit e pa shportën, u prek nga fakti se ky fëmijë po qante dhe vendosi ta shpëtoj, edhe pse ndoshta prej ngjyrës së lëkurës e kuptoi se mund të ishte një fëmijë hebrejsh. Një e huaj, pra bija e faraonit që ka urdhëruar vdekjen, bëhet shpëtuesja e çliruesit të arshëm të Izraelit. Teksti sugjeron tu se njeriu donjëherë tregohet i mëshirshëm, secili njeri tregohet i mëshirshëm, dhe me tregim të mëshirës se njeriu për njerëz tjerë zbulohet edhe mëshira që Zoti ka për njerëz. Donjëherë Zoti tregon mëshirë nëpërmjet njerëzve. Kështu bija e faraonit e shpëton Mojsiun sepse ka mëshirë për te. Motra e Mojsiut i propozon vajzës së faraonit
të thras një grua hebreje që t'i jap gjij fëmijët. E dinte se nëna e saj ishte e gatshme, por bia e faraonit e dinte se kishte shumë nëna hebreje që mund t'i japnin gjij, sepse kishin vrarë shumë fëmijë të tyre. Prandaj, përsëri në mënyrë të mrekullueshme, nëna Mojsiut merr birin e vet në dorë. Bile paguhet prej egjiptianëve që të rrisë. Ironia e tekstit këtu duket mirë. Faraoni financon, pa e ditë, shpëtimin e atij që do ta sfidojë më vonë kur të rritet. Kur Mojsiu rritet, bia e faraonit e adopton, jep emrin Mojsi dhe thot e nxora nga uji, që ndoshta nga gjuha egjiptiane edhe është një përkthim i saktë. Emri këtu bëhet një parashikim i ngjarjeve që do të ndodhin më vonë. Ashtu siç ai u nxor nga ujrat, do të nxirret edhe Izraeli nga skllavëria. Këtu pra emri është një flash forward, sikurse kemi thënë herën tjetër. Emri tregon diçka që do të ndodhë në të ardhmen, pra një prolaps. Çfarë konkluzionesh teologjike mund të nxjerrim prej këtij tekstit? I pari është se Zoti vepron në heshtje. Këtu veprojnë vetëm njerëzit tek teksti që kemi parë. Zoti nuk ndërhyn asnjëherë, por ndërhyn nëpërmjet njerëzve. Për shembull, te ky rast ai përdor disa gra, biles disa vajza të reja, si mjete të shpëtimit të Mojsiut. Pika e dytë është se, po themi edhe një herë, janë gratë ata që shpëtojnë Mojsiun. Pra jo persona me pasuri, persona me pushtet. Janë njerëz të thjeshtë, njerëz që zakonisht janë të nënvlerësuara nga shoqëria njerëzore, e atëhershme dhe e sotshme, Zoti përdor pikërisht ato për të shpëtuar Mojsiun. Mund të mendojmë lehtë për figurën e Zojës së bekuar, që ishte një grua që nëpërmjet saj erdhi shpëtimtari i botës. Kjo është një veprimtari e rregullt dhe e rëndomt që bën Zoti. Një pikë tjetër teologjike që për ne të krishterët ka një domethënie të veçantë është figura e ujit, uji si simbol i shpëtimit. Nili është i menduar si vend vrasje për foshnjat hebreje, ky shndrohet në vend shpëtimit për Mojsiun. Uji mund të vrasë, uji mund të shpëtojë. Kjo gjë ndodh edhe me detin e kuq tek kapitujt 14-15 të librit të Daljes. Të drejtit kalojnë, të padrejtit vdesin në ujë. Sikurse me qira fjala edhe tek tregimi i përmbytjes me Noehun. Tradita krishtere e lexon këtë strukturë teologjike si paraprirje e pagëzimit. Sipas këtij mësimi, por tek ky mësim do të kthejmë përsëri, nëpërmjet pagëzimit i krishteri zhytet në jetën e Krishtit, vdes njeriu i vjetër dhe lind njeriu i ri. Lexim prej librit të Daljes, kapitulli 3, rreshtat 1 deri 6. Tashti Mojsiu po i kulloste delet e vjehrit të vet, Jetros, prifti të Madianit. Pasi dha grigjës mballimin shkretëtirës, arriti në malin e hyjit Horeb. Një engjëll i Zotit ju duk në flakën e zjarrit në midis të një kachube. Kachuba ishte ndezur flak, por nuk digjej. Mojsiu mendoi, po afrohem të shoh këtë dukuri të madhe. Pse nuk digjet kachuba? Kur Zoti e pa se po afrohet për të parë, hyi e thiri prej kachube dhe i tha, Mojsi, o Mojsi, a i përgjigji, urdhëro. A i tha, mos u afro këtu, hiqi sandalet prej këmbëve të tua, sepse vendin e të cilin qëndron është tokë e shenjtë. Dhe shtoi, unë jam hyi i atit tënd Abrahamit, hyi i Izakut, hyi i Jakobit. Atëherë Mojsiu e mbuloi fytyrën, sepse nuk ishte guxim të shikonte drejt hyjit. Këto rreshta të librit të Daljes që sapo kemi lexuar janë disa prej rreshtave më të famshme të krejt beslidhjes së vjetër. Gati gjithkush e di historinë e dukjes së Zotit Mojsiut në mal derisa po ruan të delet e vjerrit të vet. Ai e zgjedh Mojsiun të jetë ndërmjetësi i beslidhjes midis Zotit dhe popullit. Ku ndodh ngjarja në shkretir
në malin Sinai. Ky vend që do të bëhet tokë e shenjtë, sepse aty Zoti disa kohë më vonë do t'i paraqitet Mojsiut dhe do t'i jap 10 urdhrimet. Sinai pra është tokë e shenjtë, është vendi simbolik i pranisë së Zotit, Zoti që është i pranishëm në 10 urdhrimet. Thirrja që Zoti i bën Mojsiut ka atë që studiuesit të quajnë model profetik. Ai paraqitet, ndërhyn në jetën e profetit, thret profetin me emër dhe fillon të instauroj një marrëdhënie personale me të. Shkurja digjej dhe nuk konsumohej, nuk harxhohej. Kjo tregon se Zoti është i pranishëm në mënyrë të mistershme. Zjarri shpreh shenjtrinë e Zotit, pastërtinë, praninë e gjallë të tij, dhe fakti që nuk përvlohet tregon se Zoti nuk e shkatron krijimin, por e shenjtron dhe e ruan. Kështu thoshin disa prej etërve të kishës kur interpretoshin këtë tekst. Në traditën katolike, ky tekst është lexuar në një formë kristologjike, është lexuar si figurë e mishërimit të Jezu Krishtit, kur Zoti bashkohet me njerëzimin dhe nuk e shkatron, ashtu sikur se zoja bekuar paraqitet në traditën e etërve të kishës si një shkurë që digjet. Ajo e mbart Zotin në krahërorin e vet, por nuk konsumohet. Një pikë tjetër teologjike kemi temën e shenjtërisë dhe të adhurimit. Zoti i jep urdhër Mojsiut, hiqi sandalet. Kjo shpreh nderimin dhe për uljen që njeriu duhet të ketë përpara shenjtërisë së Zotit. Shenjtëria nuk vjen nga vendi në vetvete, por nga vetë prania e Zotit. Dhe Zoti i zbulohet si Zoti i Abrahamit, i Izakut dhe Jakobit. Është Zoti personal dhe besnik, që vepron në histori dhe mban beslidhjen. Mojsiu mbulon fytyrën, është frika që njeriu duhet të ketë para Zotit. Në traditën katolike, kjo sjellje, ky gjest i Mojsiut është kuptuar si respekt i thellë, adhurimi të tij përpara madhërisë së Zotit. Zotin askush nuk mund ta shohë në fytyrë. Zoti i thot, unë jam ai që jam. I zbulon emrin e vet. Mojsiu kishte frikë se kur të shkonte tek populli dhe t'i thoj popullit se Zoti e ka dërguar që të largojë dhe ta lirojë popullin nga Egjipti, populli do ta quante, po kush është ai Zot që të ka dërguar ty, si e ka emrin? Emrin Zoti e ka, ai që është qenja që jep qenje, krijuesi që krijon. Por ky krijues nuk dëshiron të qëndrojë larg. Ai dëshiron që të hyjë në marrëdhënie me krijesën, e thret krijesën që t'i përgjigjet thirrjes së tij, e thret Mojsiun që të aktivizohet për të çliruar popullin e Izraelit prej skllavërisë së Egjiptit, si një mision të drejtë për drejtë që merr prej Zotit. Zoti i qiellit ndërhyn në tokë me qëllim që njeriu në tokë të bëhet njeri i lirë. Sikurse për Mojsiun të njëjtën gjë kemi thënë dhe do të themi përsëri, për sa i takon misionit të Jezu Krishtit. Lexim prej librit të Daljes, kapitulli 4, rreth 1 deri 9. Mojsiu përgjigji: Po çka nëse nuk më besojnë e nuk ma dëgjojnë fjalën e më thonë, ty nuk të është dëftuar Zoti? Zoti i përgjigji: Çka është ajo që mban në dorë? Përgjigji: shkop. Dhe Zoti i tha: hidhe në tokë. Ai e hodhi dhe u kthye në gjarpër, saqë Mojsiu u largua. Por Zoti i tha: shtrije dorën tënde dhe kape për bishti. E shtriu dorën dhe e kapi, u kthye prap në shkop. Kaq që ta besojnë se të është dukur Zoti, hyi etërve të tyre, hyi Abrahamit, hyi Izakut dhe hyi Jakobit, i tha. Por Zoti i tha përsëri: shtjere dorën tënde në gjy. Këtë pasi e shtiu, e nxori të gërbulur, bardhë si bora, i tha: ktheje dorën tënde prap në gjy. E futi, dhe kur e nxori prap, ishte shëndosh, por si pjesa tjetër e trupit. Në qoftë se nuk të besojnë, i tha, dhe nuk i bind shenja e parë, do të besojnë në shenjën e mrekullisë së dytë. Po në qoftë se as këtyre dy shenjave nuk do të besojnë,
dhe nuk do të dëgjojnë fjalën, merri ujin e lumit dhe derdhe përmbi terik. Uji që more nga lumi do të shndrohet në gjak. Leximi i kujdesshëm i këtij tregimi të habit një fije. Mojsiu sapo kishte takuar Zotin, kishte kuptuar dhe pranuar misionin e tij, dhe menjëherë i fillojnë dyshimet. Pasi që Mojsiu kishte parë kaçuben që nuk konsumohej, e pyet Zotin e nëse nuk më besojnë. Mojsiu ka frikë se populli kur ai paraqitet si dikush që do t'u prijë në çlirim, në liri, ata nuk do t'i besojnë. Është pyetje njerëzore, është dyshim i drejtë. Mojsiu nuk dyshon te Zoti, dyshon te vetja e para si ndërmjetës. A do t'jetë ai një ndërmjetës i besueshëm për njerëz? E dyta, po njerëzit, të cilët nuk e kanë parë Zotin, nuk e kanë bërë atë përvojë të thellë e të fortë të pranisë së tij, si do ta kuptojnë dhe si do ta pranojnë tesën e Mojsiut? Pra këtu gjejmë dyshimet e Mojsiut, dyshimet në vete, dyshimet edhe të fesë. Sipas traditës katolike, dyshimet janë në fakt pjesë përbërëse e fesë. Gjithkush që beson në Zotin, në të njëjtën kohë ka edhe dyshime. Dyshimet e ndihmojnë të ofrohet edhe më shumë te ai. Zoti nuk e qorton Mojsiun, nuk i thot si nuk beson, pse dyshon në fjalët e mia, jo. Bë një pyetje përsëri krejtësisht njerëzore, çka ke dorë? Një shkop që ai e mbante duke ruajtur delet. Për ta kryer misionin e Zotit, Mojsiu nuk ka nevojë për mjete të veçanta as dije tepër të veçanta. Mojsiu do të përdor atë që ka, një shkop të thjeshtë. Hidhën në tokë, i thot Zoti. Mojsiu e hell, e shkopi ba gjarpen. Mojsiu iken, tremet, por edhe kjo është krejtësisht e kuptueshme. Ai pa një mrekulli që e frikson. E Zoti thot, shtrije dorën, e kape, ka bishti. Tani kushdo që sadopak e nje gjarprit e ato popullata të lindjes ku janë shkruar këto tekste, i ka njohë gjarprit shumë mirë. Gjithkush e di pra se gjarpri nuk kapet ka bishti, sepse është rrezikshme. Gjarpri kapet ka koka. Çfarë tregon kjo? Zoti kërkon një akt besimit konkret, një akt besimit të menjëhershëm, ashtu sikurse i kërkoi Abrahamit kur i kërkoi ta sakrifikonte djalin. Kape gjarprin për bishtit dhe ti ke me pa. Kape gjarprin për bishtit, ki besim në mua dhe gjarpri nuk do të kafshoj. Kur Mojsiu e kapi, gjarpri u kthye në shkop përsëri. Kështu Zoti i Izraelit ka pushtet mbi atë që faraoni e quan shenje e fuqisë së tij. Pse e themi këtë? Sepse faraoni kishte zakon të mbante në krye gjarprin si simbol të pushtetit të vet, gati edhe si simbol të hyjnisë. Me mënyrë simbolike, Zoti i tregon Mojsiut të mos ketë frikë as pak prej asaj që faraoni ka në krye, të mos ta ketë frikë pushtetin e faraonit, sepse atë gjarpër Zoti do ta shndroj në shkop. Atëherë Zoti i jep Mojsiut edhe një shenjë tjetër. Është shenja e dorës së smur nga gërbula. Gërbula për librin e Levitikut nuk është vetëm një smundje trupore, është shenja e përjashtimit të plot nga bashkësia e Izraelit. Do ta shohim kur të flasim për të gërbulurit në Ungjil. Ai që kishte gërbulën jetonte i ndarë, ishte i papastër, nuk mund t'i afrojë tempullit, nuk mund të prekte askënd, askush s'mund ta prekte. Ishte si një i vdekur në mes të gjallëve. Dora e Mojsiut e gërbulur shërohet menjëherë dhe tregon cili është roli ndërmjetësit. Ai do të përcjell mesazhin e Zotit. Ai do të vuajë për arsye të këtij misioni. Ai nuk është i përsosur, por ai thjesht do të përcjell mesazhin e Zotit me të gjitha dobësitë e tija. Është një ndërmjetës, ndërmjetësin e prekin vështirësitë, por ndërmjetësi do të jetë gjithmonë i suksesshëm nëse do të qëndrojë besnik mesazhit të Zotit. Thjesht do ta bëj punën e tij. Sikurse kisha që është ndërmjetëse, ashtu edhe Mojsiu
është ndërmjetës, sikurse kisha që nuk është e përsosur, por si kanë thënë etrit e kishës mëkatare, sepse përbëhet për njerëzve mëkatar, secili krishten është mëkatar, megjithatë kisha është besnike dhe me besnikëri e dëshmon Jezu Krishtin dhe e përcjell fjalën e tij. Kemi një tjetër shenjë në këtë tregim, ujin që bëhet gjak. Merr ujin nga Nili i Zoti dhe e derdh në tokën e thatë dhe uji do të bëhet gjak. Kështu Zoti i thot Mojsiut. Nili ishte gjithçka për Egjiptin. Jeta, ushqimi, pasuria, identiteti, qytetërimi i tërë është krijuar rreth lumit Nil. Egjiptianët e konsideroshin lumin Nil edhe si një hyjni, e konsideroshin si Zot, të festoshin, ndërtonin tempuj rreth tij. Kthimi i ujit të Nilit në gjak është nga ana simbolike një shkatrim i plot i hyjnive egjiptiane dhe një fitore nga ana simbolike e Zotit ndaj të gjitha hyjnive pagane. Por gjaku në Bibël ka edhe një kuptim tjetër. Gjaku është jeta. Kjo mësohet në librin e Zanafilës. Gjaku i derdhur shpall gjykim. Shenja e tretë, pra kjo, paraprin jo vetëm plagën e parë të Egjiptit, që do të lexojmë disa prej tyre, por edhe gjakun e pashkve, gjakun e qengjit të therrur që Izraeli të vendosi në dyer për të shpëtuar nga engjulli i vdekjes, sikurse do ta lexojmë. Ky është gjaku që mbron prej të keqes, gjaku që mbron nga vdekja, që shpëton izraelianët prej engjullit të vdekjes që vjen për të vrarë të paralindurit e Egjiptit, sikurse do ta shohim. Është një imazh i qartë sipas etërve të kirës i gjakut të derdhur të Jezu Krishtit që mbron njeriu nga mëkati dhe i dhuron mundësinë që të marrë pjesë edhe ai në flinë e pashkve të tija. Me vdekjen e Jozefit dhe vëllezërve të tij mbyllet Zanafilla dhe fillon dalja. Nga breznia e tyre njerëzimi u rrit shumë, u shtuan, u shumuan, sa që e mbushën mbar dheun. Në Egjipt po mbretëronte një mbret që nuk e njihte Jozefin, dhe ai u trem nga ky popull kaq i madh. Dha urdhër të merreshin masa që ky popull të mos shumohej më shumë. Pasi kishte frikë se mos ngriheshin kundër tij, ju dha shumë punë të rënda dhe ju a bëri jetën gjak. Ju a kufizoi jetën, sa që ju dha urdhër mamive që të vrisnin të gjithë djemt që lindin prej tyre, ndërsa vajzat t'i linin në jetë. Mamit e druanin hyjt dhe nuk e zbatuan urdhrin, që kështu populli të rritej jashtë mase. Zoti po vepronte edhe nëpërmjet mamive, sa që dhe ato i bekoi dhe ju ambushi shtëpit me pasardhës. Po sot, a ju binden urdhrave dhe ligjeve mamit? A ekziston aborti? Apo po ndërpresim ne me vetë dëshirë shtimin e njerëzimit? A kemi devijuar nga plani i Zotit, duke ndërhyrë në planifikimin familjar, duke mos pranuar fëmijët që Zoti na dërgon, duke mos qenë të hapur ndaj jetës, duke përdorur ilaçe që të mos sillim jetë të reja? Zoti thotë që trupi yt është tempulli i Zotit, është i shenjtë dhe askush nuk mund të bëjë çfarë të dojë me trupin e vet. Kështu ne hymë në Egjiptin ton shpirtëror, në robëri, mëkat, largohemi nga Zoti, bëjmë Zot faraonin, krenarin ton, egoizmin ton, planin ton, forcën ton dhe bijem në shkatrim, në vetmi dhe në vdekje. Kthehemi në sklever ashtu si në Egjipt, ku po shohim tërbimin e faraonit, ku jep urdhër që fëmijët të mbyten në lom. Jeta e tyre kullonte gjak, por rrezikonin të zhdukeshin si popull, të humbisnin pasardhësinë. Vuajtja e madhe fizike dhe shpirtërore, jetë në skllavëri dhe në mëkat. Mëkati dhe skllavëria nuk ndahen nga njëri tjetri. Është e nevojshme që njeriu të lirohet prej fajeve të veta. Njeriu është në mjerim të thellë që me Adamin, kur mëkati hyrë në botë, dhe njerëzit e nënshtrohen në brendësitë e zemrës së tyre, e në njëjtën kohë përulen nën frikën e vdekjes. Pak kjo e pashmangshme për ata që dorëzohen mëkatit. Vetëm Krishti është në gjendje ta shkatërrojë këtë skllavëri, sepse është i vetmi kuprinci i kësaj bote, djalli nuk ka pushtet mbi të. Ai erdhi të lirojë mëkatarët e të thyente skllavërinë e tyre.
pranoi të merrte një gjendje sklavi, miq të njëjtë me atë të mëkatit, dhe i bindur deri në vdekje në kryq, ai u bë shërbëtor jo vetëm i Perëndisë, por edhe i njerëzve, të cilët në këtë mënyrë i ka shërbyer. Në sajtë e Jezu Krishtit, njerëzit me pak zemë të liruar nga mëkati, nga vdekja dhe nga ligji janë bërë bi në birin e tij Jezu Krishtin, të lirë ndaj të gjithëve, por shërbëtor dhe sklevër të Zotit me thirrje të krishterë. Dalja na thotë te kapitulli i parë që vujtjet ishin aq të mëdha sa gratë që lindin i hidhin fëmijët e tyre në lumë nëpër kallamisht me shporta papirusi. Kështu dhe Mojsiu u hodh nga ama në lumë, e gjen vajza e faraonit, ja dërgon nënës së tij ta ushqej, pastaj e merr në mbretërinë e vet dhe ja ngjiti emrin Mojsi, sepse të nxora nga uji. Uji, një element në Bibël, përdoret shpesh. Ky ka dy pikpamje, të dukshme dhe të padukshme. Uji i turbullt, uji që përmbyt, që shkatron tokën, uji ku një person mund të mbytet dhe humb jetën, dhe e padukshme, ajo shpirtërore ku na kujton shqetësimin djallëzor, fatkeqësi që vjen pa pritur mbi njeriu, intriga që i bën njeriu të drejtë armiqt e tij. Por nga ana tjetër, uji pastron, lan, të qetëson, zhduk papastërtitë, fëllëgështit, ashtu sikurse larja e këmbëve në darkën e fundit, ku Jezusi ju lan këmbët dishepujve si shërbëtor, si për ulje deri në fund në sajtë të dashurisë së krishterë. Nga ana tjetër, hyi e lan mëkatarin, të cilit ja fal fajet. Uji që del nga shkëmbi ja shuan etjen popullit të Egjiptit. Nga ana tjetër, deti është banesa e fuqive keqbërëse dhe simboli i vdekjes. Uji është jetë e re, larje dhe ringjallje me shpirtin e shenjtë. Ne Zoti na dërgoi birin e vet për të na shpëtuar, ndërsa tek dalja Zoti zgjodhi Mojsiun si shpëtimtar. Ai ka një plan me të që e zbulon hap pas hapi, si njeri, si mëkatar dhe si shpëtues. Ndërsa ai shkon tek vëllezërit e vet, shen një egjiptian që po i rrihte dhe ai e vret. Kjo ngjarje merret vesh nga faraoni. Ai deshi ta vras, por Mojsiu largohet e shkon në dheun e Madianit, ku mbron vajzat e Madianit nga barinë, pasi nuk kishte djalë. E në sajtë kësaj të mire, ai e marton vajzën e vet Seforen dhe lin një djalë që quheti Gersom. Jam i ardhur në dhe të huaj. Kështu Mojsiu kalon mes vuajtjesh dhe sprovash. Ai tundohet e bie në mëkat. E këtu fillon ecja e tij me vuajtje mbi supe, ashtu sikurse ne biem në mëkate të njëpasnjeshme. Vuajmë e nuk durojmë të sprovohemi. E quajmë sprovën si një mallkim nga Zoti. Por në të vërtetë, çfarë është vujtja? Po sprovat, pse i kalon njeriu? Vuajtja është si një test për të provuar veten deri ku arrin njeriu. Nëse dikush të bën keq, a jemi të qetë si në një ditë normale, apo zemra jon shqetësohet dhe mendon se si do t'i dalë përballë këtë njeriu, ashtu si Mojsiu e vret egjiptianin sepse po i rrihte vëllezërit. Në zemrën tonë, a mendojmë edhe ne këtë, pavarësisht se me vepra ndoshta nuk e bëjmë. Ama mendimi ynë është i keq, është vrastar. Vrasim me fjalë, me mendime, me vepra dhe me lëshime. Pra Zoti e sprovon njeriu dhe këto sprova e vuajtjes ndodhen për të njohur thellësinë e zemrës sonë deri ku ne arrijmë. E keqja s'ka fund. E kjo na shërben që mendimin e Zotit ta njohim zemrën tonë, ta flakim të keqen prej saj e të fillojmë një jetë të re, duke falur e duke dhuruar jetë. Njeriu nga ana vet kërkon të provojë në vetvete që është si Zoti, por përpjekja e tij vjen nga një ngashërim, emocion i fortë, i cili përfundon në vdekje. Këtu prova bëhet tundim. Kështu që munduesi që të jep këtë sprova që të japin jetën, na vjen tundimi që të sjell vdekjen. Sprova është durimi i hirit. Tundimi është ftesa për mëkat. Sprova, shkallë e përshtat njeriu me misterin e Zotit. Sprova na bën të prekim thelbin e gjendjes njerëzore. Zgjedhja, më në fund, është zbulimi më shprehes i dashurisë së Zotit, e dhënë falas dhe e lirisë së tij. Për këtë arsye, ai kërkon tek njeriu maksimumin e lirisë në përgjigjen e tij.
Sprova është kalimi drejt Zotit përmes pikësynimit të tij. Gjatë sprovave të jetës, tundimi i djallit është shumë i madh. Këto sprova na bëjnë të kalojmë nga liria e dhuruar në lirinë e jetuar, nga zgjedhja në beslidhje. Bëhet kalimi nga egoizmi në dashuri. Vazhdon dalja ku Zoti e zgjedh Mojsiun për të çliruar popullin e vet nga Egjipti. Hyi i dëftohet atyre dhe dëgjoi klithin e tyre. Mes vuajtjeve të mëdha, vazhdon dalja ku Zoti e zgjedh Mojsiun për të çliruar popullin e vet nga Egjipti. Hyi i dëftohet atyre pasi e dëgjoi klithin e tyre. Mes vuajtjeve të mëdha, njeriu nuk pushon së thirruri në ndihmë Zotin dhe ai e çliron. Gjoni thot, feja që e mirëpret fjalën e Jezusit, e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Nëse biri do t'ju çlirojë, ju më të vërtet do t'jeni të lirë. Besimtari merr pushtetin të jetojë në intimitet me Atin, pa u penguar nga lidhjet e mëkatit, të vdekjes dhe të ligjit, por nën hir. Kemi vdekur në mënyrë mistike me Krishtin. Jemi çliruar nga ligji. Jemi në një regjim të ri dhe bindja ndaj shpirtit të derdhur në zemrat tona përbën tani normën e sjelljes sonë. Kemi ligjin e Krishtit që përmblidhet në dashuri. Të krishterët të liruar nga robëria dikurshme për shërbimin e Zotit, do të vijen me anë të dashurisë në shërbim të njëri tjetrit, siç i nxit shpirti i shenjtë, ashtu si Krishti u bë shërbëtori ynë. Çlirimi nga mëkati na bën shërbëtor të Krishtit, duke i shërbyer njëri tjetrit me shpresë që vjen nga Zoti. Kush nuk e do vëllain e vet që e sheh, nuk do ta dojë Zotin që nuk e sheh. Duke dashur vëllain, ne duam Zotin. Duani njëri tjetrin sikurse unë ju kam dashur. Dashuria është dhuratë dhe fal pa kufi. Në martesë, ajo shprehet duke ju dhënë plotësisht njëri tjetrit. Një skllavëri e ndërsjellët, ku njeriu heq dorë nga vetja me Krishtin e kryqëzuar dhe jeton në një realitet hynor të përjetshëm. Vazhdon dalja ku Zoti e thërret Mojsiun dhe i thot: "Eja se do të dërgoj tek faraoni të çlirosh popullin nga Egjipti." Zoti e zgjodhi Mojsiun qysh për fillimit, i dha jetën, e shpëtoi nga urdhri i faraonit për ta vrarë, madje e rriti në shtëpinë e faraonit dhe i dha edhe një djalë. Zoti me Mojsiun kishte një plan që për atë ishte një mister, dhe dal nga dal ai e sheh se Zoti po e zbulon planin e tij në të. Por Mojsiu nuk ishte gati të përmbush planin e Zotit. Ai ankohet, dyshon tek vetja. Kush jam unë që të shkoj te faraoni? Zoti i thot: "Unë jam me ty." Përsëri ai dyshon. Po nëse populli nuk do të më besojë se më ka dërguar Zoti. Përsëri Zoti i heq dyshimet, pasi vetë Zoti i dëftohet Mojsiut. Unë jam ai që jam. Përsëri Mojsiu këmbgul në mosbesimin e tij. Po nëse populli nuk do të ma dëgjojë fjalën, nuk të është dëftuar Zoti, kështu që Zoti përsëri vepron duke dhënë shkopin që të bëjë mrekulli. I jep shenjat që populli të besojë. Por Mojsiu ishte përsëri mosbesues. Kishte shumë frikë dhe nuk donte që t'i bindej Zotit. E i thot: "Më fal o Zot, sepse unë nuk jam gojëmbël." E Zoti përgjigjet: "Kush ja jep njeriut gojen? Nisu pra, se unë do t'jem në gojen tënde dhe do të mësoj se çfarë duhet të flasësh." Përsëri Mojsiu kërkon të heq dorë duke i thënë: "Më fal o Zot, dërgo dikë tjetër, se unë nuk mund të flas." Zoti kaq shumë u lodh me Mojsiun, sa që u mërzit shumë me të dhe i zgjodhi Aronin. Mojsiu të thot: "Ai do t'jetë goja jote, për të ti do t'jesh në vend të hyjit. Merre këtë shkop në dorën tënde, se me të do të bësh mrekulli." Shohim se Zoti nuk heq dorë nga Mojsiu, edhe pse ai është mosbesues i madh, e vazhdon planin që kishte me të. Sikurse edhe ne sot, themi kush jam unë, dyshojmë tek aftësitë tona, pasi nuk i dorëzohemi Zotit. Ndihemi të vegjël për një detyrë të madhe. Kemi frikë nga gjykimi i të tjerëve. Mendimi se njerëzit nuk do të na besojnë, nuk do të na dëgjojnë,
ndjenja e pasigurisë për aftësitë tona, mendimi se nuk jam i zgjuar apo i përgatitur, përpjekja për të shmangur misionin që na jepet, duke thënë ta marrë dikush tjetër këtë përgjegjësi, jo ne. Frika nga sakrifica apo vështirësitë, të mbështetemi në forcat tona e nuk lejojmë Zotin të veprojë në jetën tonë me planin e tij. Por Zoti, ashtu siç zgjodhi Mojsiun, një njeri të dobët, mëkatar, nuk zgjedh njerëz të fortë e pa mëkat, por gjatë rrugtimit të jetës i pastron nga mëkati dhe i forcon në fe. Shohim durimin që ka Zoti si me Mojsiun, ashtu edhe me ne. Zoti tregohet i durueshëm dhe i mëshirshëm me popullin e vet, sepse e don dhe dëshiron ta shpëtojë mes prova të vazhdueshme. Këtë durim hynor, me cilën Jezusi jep zbulimin më të lartë dhe modelin më të përsosur, ku njeriu duhet ta imitojë, duhet t'i bëj ballë përndjekjes dhe sprovave me besnikëri të vazhdueshme e plot me gëzim, plot me shpresë e me shumë përvojtëri. Ai duhet t'i durojë të metat e të tjerëve çdo ditë me butësi e dashuri, ashtu siç rritet dhe edukohet fëmia. Zoti është i ngadalshëm në zemrim, i pasur me hire, besnik e ju jep hire të gjithë njerëzve plot dashuri. Durimi nuk është dobësi, por pritje për të kthyer dhe për të tërhequr dorë nga e keqja. Ujë që nuk lëviz çelbet erë. Edhe ne na jepet një mision sot si kisha në dalje, në mision, në rrugë, tek të varfrit, tek të sëmurët, të shpallë në sheshe, në gjitha vendet ku çdo njeri të dëgjojë fjalën e Zotit e të kthehet, të takojnë Krishtin në jetën e tyre. Dalja vazhdon me bindjen e Mojsiut, i cili kthehet në Egjipt. Zoti thotë: "Bëj të gjitha mrekullitë në Egjipt, e unë do t'ja ngurcoj zemrën faraonit, e nuk do t'ju lejoj të dilni nga Egjipti. Thua ju, kështu thot Zoti, Izraeli është i paralindur im. Unë po të them, ma lejo birin tim të më shërbej, po nëse nuk do të ma lejosh të shkoj, unë do të vras të paralindurin tënd." Mojsiu takohet me Aronin, mbledhin të gjithë kryepleqt, i tregojnë gjithë shka kishte thënë Zoti. Populli e besoi se Zoti i kishte dëgjuar klithit e tyre dhe parë mirimin e Izraelit, e adhuruan me fytyrë përdhej dhe ju binden Zotit. Mojsiu dhe Aroni kishin marrë hire e ishin gati të zbatonin planin që hyri kishte përgatitur për ta çliruar popullin nga skllavëria e faraonit të Egjiptit, për të dalë nga Egjipti e për të shkuar në tokën e premtuar ku rrjedh qumësht dhe mjalë. Në vetvete, dalja është një proces që zgjat disa vite, një rrugë që ti nisë dhe e vazhdon derisa të arrish në fund të saj. Për hebrejt zgjati 40 vjet. Nga ana tjetër, dalja është premtimi i shpëtimit, duke liruar popullin e vet nga robëria dhe nga skllavëria. Dalja nga errësira në dritë, nga një jetë e shturur në liri, duke formuar një popull të ri të Zotit, të qeverisur me ligjin e shenjtërisë dhe të pastruar me gjakun e Krishtit, që i binden Zotit dhe e ndjekin udhën që do t'i dërgojë në atë dheun qellor. Ushqen nga Krishti, buka e gjallë e zbritur prej qiellit, dhe e shuajnë etjen me ujin që buron nga brinja dhe janë shëruar duke shikuar Krishtin e lartësuar në kryq e duke e ndjekur atë, si drita e botës, e do të mbërrin te kati ku Jezusi me ngjalljen e vet ka bërë pashkën, duke kaluar nga kjo botë te kati, ku i merr të gjithë njerëzit pranë vetes sipas radhës, e do të kryejë daljen përfundimtare ku do të kalojë nga kjo botë toksore në atë qellore. Edhe ne na fton të dalim nga egoizmi ynë, krenaria jonë, të mos ndjekim faraonët tanë, idhujt tanë që na çojnë në Egjipt në mirim, ku djalli mezi pret të na largojë nga Zoti, por të jemi zë për ata që janë në vuajtje, në mirim, në sprova të forta, të mos kemi frikë të marrim përgjegjësi, të dalim nga rehatia jonë, të ndjekim zërin e Zotit dhe me lirin tonë të themi po atij, të jemi bashkëpunëtor në planin e Zotit që na zbulohet në sprovat e jetës,
të jemi besnik se dhe ta shohim planin e Zotit në historinë tonë dhe të zbulojmë dashurinë që ai ka për ne, duke na dhënë familje, fëmijë dhe të gjitha të mirat që ne sot gëzojmë. Ta mirëpresim Zotin me jetën tonë, plot me besim, me shpresë dhe kthim nga Zoti, me paqë e dashuri brenda zemrës sonë. Në takimin e ardhshëm do të lexojmë pjesë nga Zanafilla kapitullit 5 deri 11. Ju lutemi lexoni të shtëpia, do ta kuptoni më mirë, janë pjesë shumë të rëndësishme të librit të Daljes që shpjegojnë mënyrën e kalimit të popullit të Izraelit nga skllavëria e Egjiptit. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë bekime prej Zotit.